Viti 2025 është një vit historik për shqiptarët, por edhe në botë kur po luhet një rend i ri botror. Amerika ka rrethuar Venezuelën, e cila po përsërit pikërisht raketat në Kubë, që Rusia ja solli pranë. Kështu përsëri, jo vetëm Rusia, por edhe Kina ka dërguar një super armatim. Kosova diskutohet si paralele ndërmjet Tajvanit edhe Krimes, pikërisht nga liderët botror. Ndërkohë që Amerika e futur Kosovën në planin e saj të mbrojtjes kombëtare, që do të thotë, në rendin e ri botror, ndjes, është ajo që unë ju kam thënë, çfarë kam lexuar në gazetën politike greke në 1 janar të vitit 1994, çfarë parashikon CIA amerikane për bashkimin e Shqipërisë së Madhe. Mos harroni shefin e CIA-s William Burns, i cili fjeti gjumë në Dardani, është në shtëpinë e tij, me dorë në xhep, për qafoj Albinin e ja këtu mor birë. Prandaj unë jam i thar i Amerikës dhe i drejt për drejt se Edi Ramës prangat në zyrë do t'ja vëjnë për marrëzit e tij, dhe Albin Kurti është simboli që ju zgjoj nga gjumi krenarin e fjetur të shqiptarëve, të përbuzur. Dardanët votuan jo kundra opozitës edhe për Albin Kurti. Votuan sepse nuk duan më Oliver Ivanovićin, nuk duan më Radojčićin, nuk duan më Vučićin, nuk duan Open Ballkanin, nuk duan më t'i përzën nga shtëpitë e tyre, duan të shkojnë cepem cep të shtetit të tyre. Kështu mendoj dhe mi bindur se jemi krenar pikërisht pa aleatin ton strategjik, Amerikën. Me sa duket edhe 90 diqi që do ta pastroj përfundimisht këtë klasë politike me oligarkët që vjedhin miliarda, me sa duket në radarët e Amerikës, jo vetëm që është Shqipëria, por do të vendosin edhe me forcën e ligjit, si kur din Amerikanët. Me hirë, me pa hirë, shqiptarët do të jetojnë të lirë. Sigurisht, do dëshiroja edhe një bashkim kombëtar, ku për mua asgjë nuk është çudi. Nëse do Amerika, të gjithë do të heshtin një ditë. Fitore.